Një 35 vjeçar është vënë nën hetim në gjendje të lirë, pasi tentoi të korruptonte efektivët e policisë rrugore në Durrës me 2.000 lekë për të shmangur një gjob. Ngjarja ndodhi në aksin rrugor Plepa-Romanat, ku shërbimet e policisë rrugore të Durrësit ndaluan automjetin që po lëvizte në kundërvajtje dhe me drejtuesin duke përdorur celularin gjatë ecjes. Nga verifikimet rezultoi gjithashtu se mjeti nuk ishte i pajisur me siguracion. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kryerjes së veprimeve administrative, drejtuesi i automjetit u ka ofruar punonjësve të policisë 2.000 lekë me qëllim shmangje me masës administrative. Pas përfundimit të procedurave, materialet ju referuan prokurorisë së Durrësit, e cila ka nisur procedim penal në gjendje të lirë për veprën korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Policia apelon për respektimin e rregullave të qarkullimit dhe kujton se çdo tentativë për korrupsion përbën vepër penale.